Muzet në qytetin e Gjirokastrës janë shndërruar në qendra të rëndësishme për zhvillimin e turizmit dhe të rrëqjen e vizitorëve. Sipas statistikave të publikuara nga Agjencia e Trashëgimisë Kulturore, vizitueshmëria e muzeve që funksionojnë në qytetin e Gurtë është rritur me 30% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Muzeu Kadare mbetet një ndër stacionet e preferuara të guidës turistike në Gjirokastër, duke tërhequr të apasionuarit e veprës letrare të korifeut të letrave shqipe. Çdo vizitor që vjen në Gjirokastër ka si destinacion kryesor të vizitoj Muzeun Kadare, pasi që këtu ka mundësinë të njihet më së miri dhe nga afër me zhvillimin kulturor, ekonomik dhe historik. Shohim që numri i vizitorëve dhe interesi i tyre për të vizituar muzeumet tona, jo vetëm Muzeun Kadare, është në rritje. Këtë e tregojnë edhe statistikat, krahasuar me vitin e kaluar ku kemi një rritje të interesit të tyre me 30%. Muzeu i luftës së ftohtë, i vendosur në mjediset e një vendstrehimi luftarak të periudhës së komunizmit, vizitohet plot kuriozitet nga turistët e huaj që mbërrin në këto ditvere në Gjirokastër. Tuneli prej betoni, reliket e luftës së ftohtë e të tjera shuajnë kërshërinë e turistëve për këtë periudhë historike. Muzeu i tunelit të luftës së ftohtë është nga vendet më të vizitueshme për momentin në Gjirokastër. Kemi turistë nga të huaj nga Evropa, kryesisht Francë, Spanjë, Gjermani. Kemi një rritje të nivelit turistëve, duke krahasuar me vitin e kaluar që ka qenë një nga vitet më të suksesshme turizmit në Gjirokastër. Në shërbim të turistëve në Gjirokastër funksionojnë edhe Muzeu i Armëve dhe Muzeu Etnografik, të cilët në këtë periudhë kanë regjistruar një numër të konsiderueshëm vizitorësh. Tashmë turizmi është sektori kryesor për ekonominë lokale në qytetin e Gurtë.